O Drilon, po te ky Big Brother alla, si mja bë me hy aty mrena burr. Po ti eviton valla, jo më u fut, si, kush Vetëm dua të futem valla. Me rëp shtëpie o Drilon, e bëj kontratë që bëj 10 vjet burg nëse dal me zarf të zi. Po jo më sinqerisht e fitonte, po pse nuk futesh? Po nuk marrin, kanë frikë burr, i duken personi rrezikshëm burr, u kanë vrarë 20 veta burr. Unë jam. Shohin shohun që bën ti në rrjetet sociale, por jam i bindur që aty do javësh komplet gjë tjetër. Gjë tjetër burr, më rëp shtëpie me Drilon burr, gjë tjetër nata me ditën. Pasaj këtu se na shohin këtu që shaj, me vllai këtu na shahin më zemra vllai, pse nuk shajun njerëz tu tani, për shembull, tu ne tu bë muhabet me ty për shembull, shaj komentues, me bokshur, nuk. Ja. Nuk në varet pasaj nga personazhi që kena, kur kena budallenjo ti Drilon, s'mund të flasim dot serioze, muhabeta ma me njerëz. Dikush flet serioz, do i flas serioz. Dikush kur të shah do e shash, kjo është jeta. Po ne i përshtatemi ambientit valla. Jam procedura, fratello, jam procedura. Po ti Drilon, a kishe me hy ndonjëherë te Bigur, po të vitem në ftesë? Në fakt me thënë drejtë mua më ka ardhur çdo vit ftesa për te Bigu. Çdo vit ka ardhur ftesa. Po për zotin. Asa ndara sa po e mori filmin respekte. Faleminderit bro. Jo, çdo vit më ka ardhur vërtet, po sinqerisht nuk e them që më ka ardhur ftesa dhe unë s'kam pranuar. Nuk e them me këtë gjë, po e them sepse kam qenë gjithkohon me punë, me projekte dhe nuk kam mundur dot t'i lë punën. Kështu që unë e kam vlerësuar ftesën e tyre, patjetër. Si me hy aty mren te Bigu më, si me hy aty mren. Po ja, ta bëjmë një telefon më vonë. S'na marrin o burr. O pa shpe. Marrë më si jo të je superstar, o fratello. Me rëp shtëpie, o Drilon. Faleno, qa flet? Nuk ka pjesë some që me rëp shtëpie më nxjerr me zarf të zirë. Edhe me më provoku në njëri, them do flasim kur dalim jashtë, nëse ki problem. Ja, po e the këtës dole direkte. Si dole, të më shaj mu dikush të më vendoj... Më do bësh të gjën, e atë mësoj unë. Të erdi të shajtja i dy. Ktheu nga kamera valla aty, po ka valla këta që në rrugat, unë era për plos po ju. Unë se mu vra me njerëz të bërë. Edhe kthehesh, faleminderit. Po i theti të pres jashtë, i bie që do më thënë, si ajo shpreja që unë e kam bërë dhe filmi Dashuria s'mjafton, të shi zjatë dorën një turku atje për t'i dhënë dorën, dhe ai s'ma jep dorën, thotë nuk e jap dorën shqiptarëve, se ju jeni kështu, jeni ashtu, edhe unë s'reagoj. Dhe në fund diskutimi thotë, unë të provokova, thotë, pse s'reagoj? Se po të reagoja unë i bie që dilte fjala jote, i bie që s'jemi ashtu. Më thënë kështu është dhe kjo gjëja, dhe kur të shajnë du të bësh punën. Se ndryshe thotë ky që nga i çmend, unë e provokova, thotë, e shajta, ky thotë do me mbra. Po kush e ka në dorë aty më Drilonë, por me i thoni publikisht? Vlla, ty është staf i madh, se unë nuk mund të flasë kur kam unë në gjë në dorë të madhe, por njoh disa njerëz, bëj një audicion të parë besoj. Që thonë, e zëm kozak nëse dikush të shanë, nëse dikush të thotë vjen të fytyra atë vazë me lulat, kolinoz le dhëmë, kodiu. Ti thotë të lyë floku, thotë, si do reagoj ti thotë. Po, asi gjë, më ti thosha mirë ma bëre. Jo, ti do thua shu di qia ropë, se di unë. Dhe i thotë, bravo, dilja as bëm. Olca, po qa Olca ka qenë atje në Kosovë, ka tradhtu Top Channelin, o bishe. Po tjetë Olca nuk shkoj fare, o bishe. Po tjetë Olca të Top Channeli që ka tradhtu Top Channeli nuk shkoj fare atje, iq. Linku ju lutem, dërgoni pak linkun njerëzve se po shkruaj me koment ku është linku. Linkun e keni në bio dhe tek TikToku im dhe në Instagram, po është dhe një numër telefoni që ne e kemi. 69 20 52 022, shkruani në WhatsApp vajzës dhe ju atë shonë linkun direkte. Bëhet pagesa vetëm me PayPal. E di kush më fut mua atje, vetëm kjo Lori Hoxha ose Sara Hoxha, këto dyja e kanë dorë. E më ti futesh vetë, bu, apliko, sepse ta them unë që jem me vërtet... Po qa apliko, bu, ku të aplikoj, bish? Ku me apliku? Po me aplikime, ti do kështu të marrin telefon, hajde. Ti do kështu që thonë ata hajde, vë, futu. Hajde këtu brenda.
Vetëm ajo, vetëm ajo Sara Hoxha dhe Lori Hoxha, shto janë bose të bu. Pa tjetër se janë pronarët, la. I shkujta i ditë atit. Kujt? Qa ka i Ledion Liqos. Ledioni është shumë djali i mirë. Ka shumë djali mirë ai Ledioni, më rëp shpije. I shkujta, po doja me marrë telefon, po nuk e morë. I thash jam kozaku, po ke mundësi merrem, s'morri më. Po, Ledioni është shumë djali i mirë, vërtet pret njerëz zyrë, diskuto, po ti të shko thuj, du të futem. Po ku me i thënë, valla, unë po i them publikisht du të futem, kam 5 muaj. Po bëhet shumë publikisë, nuk është okay, thot ti bën show tash me këto gjëra. Shko në zyrë, flet, du të futem valla, pik. Po valla, unë po i them seriozisht, mos po tam, du të futem te biku valla. Po ç'a më thënë më? Ku ç'a më aplikim live? Ose thuj ti të futem thuj po 3 live këtu na shtëpia thuj. Zero se jam. Jo, me rëp shpije o ti drilon, pra e kisha lënë histori këtë Big Brother, të kisha ju mrenër. Histori. Se unë jam tip edhe që nuk flej gjumë, unë 4 orë gjumë flej. Do bëhet debate? Debate, vetëm intriga do bëje. Do bëja lëmsh gjithë shpinë, vetëm intriga. Do hy Luizi, më vdek që në rëp, let hy Luizi, Gjesti, let hy kush doj, kush... Po me rëp shpije, qa Luizi, me hy unë mrenë, me rëp shpije nëzirë Luizin për javë nga shpija. Jo Luizi, 10 Luiza mi sidhni mrenë, vetëm fusni. Qa Luizi, me? Luizi s'ka pas kundërshtar atërë, o bishet, vi kushte mu kundërshtar me mu. S'ka shans. Qa Luizi, me, qa Gjesti, me. Më fusni mu mrenë e shifni qa bëhet. Me rëp shpije, 10 Luiza mi fusni mrenë. Qa Luizi, me, qa ka bë Luizi, unë them ta bëj qorap të në shpinë, o shok. Qorap. Mirë, dhe ata kanë qenë lojtarë të mirë të dy. Para me nuk ka lojtar hiq, o vlla. Hiq. Po i futu, bra, përse s'futesh? Po s'marrin, Nuk marrin, kanë frikë, por si dukem tipi frikshëm, tipi rrezikshëm, perikoloz, thënë vje këtu bëni skandal, thënë na fik emisionin fare. A kupton? Jo, thuj unë, thuj, dori mirë, thuj... Po me rëp shpije bëj kontratë. Me këta top channel bëj kontratë që 10 vjet i bëj burg nëse dal me zartë zi ose e shkeli rregullin. 10 vjet burg, kontratë. 10 vjet, ova, dënohem. Me kontratë, ova. I qa me i bëmo, si të bëj 10 vjet burg për zartë. Unë besoj që gjithë ky diskutim që bën e ka shkuar tek ata. Ka shku, Po. A, inshallah. Ja, E disa shikueshmëri mund të ketë bigu, vaj, me hap. Nëse unë me zarf zi, thot bëj 10 vite burg. 10 vjet burg me rëp shpije, shkoj firmosi, pasha kokën e familjes, shkoj firmosi te noteri që nëse unë e shkeli rregull, jo me u gjobit, po me bë 10 vjet burg. Ikte në dyrat, se ndryshe s'të marrin seriozisht. Vllai, po ku me shku te zyrat, se unë s'njoh njëri, ku me shku me taku te zyrat. Unë nuk jam legend, shkoj në për zyra, tallin trapi. Dikush më mbaron punë, thoj e ndajti vëlla. I kam thënë. Ndajti. Shkrujti, e di çam shkrujti i dit. Kam pa në ndër, tha sikur hyne te biku, me rëp shpije. I thash, atë ke dalish kjo ndër. O bet Koran, ku jo, Pablo? O ti drilon, e di pse është, e di cila është arsyeja që unë do kisha hyrë Big Brother. Vetëm për me tregu, a kupton që qa kozaku jam, që jam qunë ndryshe, që jam djali mirë, që me ndru profilin, Allah. Veç me ndru. Big Brother është një gjë e mirë sepse ti ke mundësi të tregosh jetën tënde aty, gjithë linjën e jetës. Edhe të gjithë të kozaku që njerëzit e njohën direkt nga TikTok-u, po themi rrjetet sociale, mund të kuptojnë dhe jetën e tij se si ka qenë fillim. Po, rëp kisha me tregu tan historinë e jetës time, edhe. Asnjë nuk e di rëp. Asnjë këtu, përveç miqve, shokëve të mi që më njohin nga afër. Në rëp që kisha me tregu dhe historinë e jetës time, kisha me trondit Shqipërinë, o vaj. Si? Se qa më thatu, s'marrë vesh o do të gjej këto? Më faqë se s'gjova la, se po më plisti shok. Jo, thash, kisha me tregu i histori që atje që kisha me trondit Shqipërinë o ti drilon, me rëp shpije. Dhe i tregoj të gjitha aty. Gjitha.
Po lekët, do i kërkosh po fitove, po si do i kërkoj lekët? Po patjetër që po. 100.000 euro, o vlla, unë më shumë atë kisha shku 1.2 milion follow direkt, 1.3, 1.4. Kisha dalë të bëj i reklam 20.000 euro pastaj. E mërë audiencën e keti, vlla. Po vlla, unë marr o Top Channel, unë marr 20.000 euro në muj. Këtu. Arta Po unë tiri. 120.000 euro me hy aty mren. Vesh me hy. Pasaj më rritën shumë reklamat, më ngrej shumë Top Channel, kanë frikë me marrë, se thotë ngrejnë shumë. E po, Isha ashtu shumë do kjellë. kontrat me tate për këtë punë. Po kontrat direkt me Top Channel, direkt me kontrat me rëp shpije. Po pra, thuaj, Direkt se kontratë. jam i gatshëm, thoj që ti ndaj 50-50 me ju. Ore, 50-50, gjitha, reklamat, 50-50, 50-50, mos them që jo 50, 60 ju, 20 unë. I keni reklamat gati me mu, kam gjithë Shqipërinë. Shive tash kur mbyllësh live-it vin direkt telefonata. Jo me rëp shpije, me direkt isha ik. Po këto që the do t'i shkruash gjitha. Or me rëp shpije, i ki bëj kontratën, 60% fitimeve ja jap Top Channel, 20 i duan. Për 2 vjetë, jo për 1 vit, për 2 vjetë ja u bëj këtë kontratë. Këtë vit do keni edhe kozin, mbajeni më. Atë kenë me më futë që aty mrenë mërë, atë mërë drilonër. Vetëm, a di pse du me ju, vetëm me i të regu shqiptarve dhe njerëzve Allah që nuk jena... A kupton si dalim TikTok e shajme, po jena robe dhe Edhe ne. njerëzit e kuptojnë në burë, tash e harroje. Patjetër që njerëzit e kuptojnë që ti bën show për qefa, por se nuk është çdo mend. Me rëp shpije antër e kam Është pas edhe ati këtu olla. drilon. O drilon, me rëp shpije, që i vogël, që kur kam pas pa atë bikun e parë që ka pas ju ajo Noqja, po e mamen Noqen e Big Brotherit. Barnaçe, që ishte E mamen, ajo që ka pas i shqipojnë tu tatuazh. Që kur e kam pa atë Big Brother, me rëp shpije e kam pas ëndra ime me hyjer në bik. E kam pas ëndër. Atë e ke qenë i vogël, çfarë moshe ke I qenë? vogël, rëp. Kam qenë një 14 vjeç, 15 vjeç. aq më. Dile se maj me një era të bikun, pa dala e Noqja, pa të heq brekën në pishinë i tunë të këshu, në ditën e parë, i pa të hulla nej, ditën e parë të biku, pa të heq brekën në pishinë mërën. Këtë brekve se mbaj mend e drejt. Me rëp shpije maj me nun, para 16 vjetëve maj men. Ka heq brekët dhe u lidh me atë Olcin, e ma me një qunë me emin Olci. Po, e di mbaj mend atë Big Brother, se kam parë edhe unë. O quna, jeni 3.000 veta live. O ti drilon, unë kam 3.000 veta këtu, po me pas 20 veta t'jem Big Brother. E disa mund t'a kem live-in, me qenë live, 50.000 euro. Live. Po me hap 4 birra të biku, t'i pi. E disa shko live? Sa i mbaj. Nuk e di rëp, nuk e di si me a gjetë anën aty në Top Channel-it. Luka, Po më duket dhe Ore, mu vetja thash. tani o ti drilon, po më duket vetja si Klevis Qela që donte të hynte atëherë. jo mos ka ndaj gjë, kjo është një mënyrë komunikimi, live-i është unë jam dakord që këto gjërat, unë po i them gjërat e mia, se ndonjëherë njerëzit dhe producentët që bëjnë këtë, kanë këtë sipërmarrje, nuk kontaktojnë vetëm për këtë gjë, që s'mund pranoj kushte, s'mund pranoj këtë tip, po e thua. Është një dritare që ti thua unë jam dakord me këto gjërat dhe hajteni. Edhe jam shumë i bindur që mund të vi direkt nga telefonata. O me rëp shpije, o drilon, shkoj të Top Channel, firmosi kontratë që nuk shkel as një lloj rregulli, pranoj 10 vjet burg, në qoftë se e thyj rregull. 1 dhe pranoj që jo 50-50, 60% fitimeve të mia nga Instagrame, nga këto gjona që unë fitoj lek, ja u jap aty në 60%. 20 i duan. S'do ta përshkruaj shuti 10 vite burg, se do thënë kështu atë. Ky moment që shkel zarfin e zi, ky thot e di që do bëj 10 burge, po ta vret edhe njëri brend. Po jare, Do bëj burg. po pse për të Mos fol për burg, valla, ti thuaj, dua që unë nuk shkel rregulla, do Mos besojnë ashtu. Unë kam 2 kalamaj me rrit, do le kalamaj të rrugëve, unë thuje. I pash me jetë, bro. Rofsh, tani po bëj çunin e dytë, imagjinoje tu ardh kalamajt atje tu qajt unë tu. Kum kanë pa në Europë tu qajt? Sa i madh që është, edhe fantazon e skenën, thot si